Përshëndetje, kemi një Audi R8 5.2 V10 e vitit 2013. Kafshim BMW-a. Zhak për tuke, edhe mos harroni se unë i du BMW-at, jo Audi-at. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Sot kemi ardhur në Kiev te Autosalon Fazlia. Kemi me bisedu me Dionis Hoxhajn, 14 vjeçar, i cili ka me na tregu pak më shumë se çfarë vetura posedon ky autosalon, edhe cila i pëlqen më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ç'është je? A je mirë? Mirë ti. Dionis apo na tregon çfarë vetura keni në autosalon? Audi A3, si për shembull kjo, BMW M4, si për shembull ne kemi A6, një Audi A8, Golf 7, Për afërsisht sa vetura janë krejt? për afërsisht 50-60. Po. Apo na kallëzon cili të pëlqen më shumë ti prej kerreve që i keni këtu? Ma shumë ti mu më pëlqen BMW-a. BMW-a më shumë se Urusja? Po. Apo ma tregon po që të BMW pak një herë që është mrena dhe ja nisim ka dole krejt veturat e tjera që i keni. Po mërë. Çfarë ke që kjo edhe një herë? M4. A më do ka që kjo ke personalizu me e jotja? Po. Edhe me vozit din, po sa i mirë kë kam rena, ku që zde. Deri në sa jetë kjo? Alloj, ma shumë dhe që kina që u dej 270. Alloj, ma shumë blenë, si për shembull Audi A3, Golf 8, Golf 7, Golf 6, Range Rover. Qësh i keni çmimet jo këto? Si për shembull një Audi A3 2014, 2.0 dizel kushton 13.500. A i keni kjerët krejt 00, se djarë ja jom të Ja, jo, thonë mirë. si kem 00. Se unë nuk i di bashkërisht të sane, po ma se te je këto më përmirësu të thasht vete. Quna, përshëndetje! Kemi një Audi R8 5.2 V10 e vitit 2013. Kafshim BMW-a. Edhe këtu qërshia mbi tort për ata që i dojnë Audi-at. Këtu kemi një Audi R8 5.2 V10. Zhak për tuke, edhe mos harroni se unë i du BMW-at, jo Audi-at. Ta shtu në të rëqyri G-Class, G800, 2023, këto në kina ble vetë për 00-s. A mund është me i pak me këqyrë Po mërë. në dhejës që shështë me më tregu? Ky posedon 800 PS, s'besoj që ka konkurencë. A ka mundësi më shqitë shembull ma shumë që kë kerë, a do që janë pak ma të lirë, që shkën puna? A ka pos interesum të rejtë qëtash që e kanë këqyre dhe janë ardhë me ble që të kërë? Po, alloj. A një pëse se keni shqitë halo? Alloj, e kena ble për qef, s'kina interes më shqitë. Kjo është një S qytet, i vitit 2023, 3.0 dizel, jes 280 km/h, është më i veçantë se këta tjertë. Qa ka të veçanë diqka? Si për shembull S qytet, fillet i ka tjera, si për shembull kurrigat i ka lkur, vallonin e ka test qytetshit, ma shumë tje BMW adrenalin, se sa Audi-a. Qa kemi thonë atyne që e dojnë Audin? Edhe që preferoj me dosht Audin. Se? Oj, në me di, mu më shumë pëlqej BMW-a. Tash për këqyrim një Lamborghini Urus. Kjo është i vitit 2023, performante, ma i veçantë se këta tjertë. është ble për datëlindjen e gjallajt të Urusit, ma i veçantë. Dhe një ka në ngjyrën ma ndryshme se këta tjertë. Që mas me pas një Urus portokall me rallë në sy. Kjo është BMW 106 majtëshe 2021, dizel. Kjo është kere Golf 8 që e preferojnë ma shumë mështëria kur vinë, sepse është kere ekonomik, Golf 8 2.0 dizel i vitit 2021. Kjo është një BMW pak ma e veçantë, 428 i benzins, e ka ngjyrën pak ma të veçantë se këto tjerat, e ka vitin 2015. Kjo është një Mercedes E220 i vitit 2014.
është dizel. Kjo është një Audi A6 2012 3.0 dizel. Kjo është një Passat B8 2006 1.6 dizel. Kjo është E-Class 2019 220. Kjo është A6 Matrix 2016 3.0 dizel. Dhe këto është Audi A8 4.2 dizel. I vitit 2015. Cila ecë për qëtër me mas shpejti? Mas shpejt e ecë Audia. Ta është tim që mi bojnë të ishte pyjtje për kjera. Ta është hajdi ti modelet e kjera. Qëre, unë e di do, a mo nuk i di që është të që me vita me këse. Që kjo do të më konë BMW të reshe. Po, është ta? po, Që kjo Audi 5, që kjo është Golf 6, po. Golf 6 që kjo. Nuk e di sa është, a që shkojnë këtu me TDI-a, GTI-a, qa janë këto, si di? Ja, normal. TDI të ko ka vëlla, bas një të kuqe. Që kjo është Touran, Po, Touran, a pësha që e dita dhe këto? A përshe, bre Dioni, se nuk e di veç të kjerët. Tjetër që bolli dita, s'ka nevoj ma shumë, në boll që jam qik boll dita. Qa ju kështë thonë krejt klientave që tash? Masi e ki mundësi kështë më thonë diçka, qa ju kështë thonë? ju ka thonë du në BMW një Audi. I në të mirë pritur për neve gjithë.